për herë të parë më kujtu diçka. Më kujtu një zonë mrena meje, që edhe për herë të parë e vedisova pse unë e kam pas një frikë në gjithë shka që e kam bon deri tash. Në moshën 3-14 vjeçare, gjyshja ndjes past, ka pas qefun me u bon hoxh. Edhe baba jam. Edhe kam shku në xhami, e kam su fen, kam qenë me zen në xhami një 4 vjetë. E kry shkollën fillore, edhe tash lind konflikti mes gjyshës edhe babës. Ti ki notat shumë të mira me shku në mjekësi. Edhe vjen dikush në jafër jami që është mjek, e marrim certifikatën e shkollës fillore, edhe vim në shkollën e mesme Ali Sokoli. Edhe tash më duket e ka të njëjtin emër. Edhe çka ndodh, profesor? Në momentin kur më rrim na afër shkollës, një punkt i milicisë të Serbisë na detyron me shku tjetër ka. Derisa kemi shku tjetër ka, e jemi kthy tjetër ka, edhe shkolla Ali Sokoli e kam shel konkursin. Unë mes pa u bo hoxh, unë mes pa u bo doktor. Edhe kthena e regjistroj gjimnazin në Drenas, në Glogoc. Ka qenë njoni prej gjimnazeve më të mira në atë kohë. Edhe kështu konkuroj pastaj në fakultet në Aktrem nuk pranona, e regjistroj juridikun, do më thonë gjatë gjithë kohës. Televiz. Do më thonë për herë të pare zbulova arsyen pse, sepse gjithmonë unë kam pas qef me qenë këtë që jam sad. Edhe teshat që mi kanë prej të shpis, nuk më kanë ra as në herë tamam. Profesor, këthena te jo. Faleminderit që ma zgjove. Edhe tim shtinën këto, kështu që rregullisht. Profesor, çka të ka bot ty këto që je sot? Është një lloj konflikti konstant në mes asaj që je dhe ata që tjerët insistojnë ti me qanë. Ky lloj unë kam qenë fëmijë i zajft, jo i fuqishëm, Ja, unë të kemi qenë kategoria rëndë, do t'jem që shto. Jo, s'm qenë asnjëherë dhe tillë. Edhe gjithmonë kam pas problem në klasë ose në lagje me ata që kanë pas muskula, kanë tregu tregimet e veta, e kanë rre këta, e kanë rre haj, e kanë rre kë. Edhe kam qenë i sfiduar prej